Shkodra u pushtua këtë fundjavë nga motivet popullore. Qendra e atmosferës festive ishte Shershi përpara bashkisë. Aty u mblodhën përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët morën pjesë në edicionin e 18 të Lojra Popullore Fest. Aktiviteti solli lojra, muzikë e motive kulturore që mbajnë gjallë trashëgimin brez pas brezi. Qëllimi i organizimit ishte edhe promovimi i këtyre vlerave. Trashëgimi i këtyre vlerave kulturore që tregojnë jo vetëm emocion, jo vetëm garderobën e brezave tanë, të cilën sonte më smirit të gjitha trupat do ta demonstrojnë përpara jush dhe përpara spektatorëve që kanë mundësi të na ndjekin, na shtojnë dëshirën jo vetëm për t'i promovuar, por për t'i trashëguar brez pas brezi, sepse janë një vlerë shtuar e shoqërisë tonë. Aktiviteti u ndoq me interes jo vetëm nga banor vendas, por edhe vizitor, të cilët kishin zgjedhur Shkodrën këtë fundjavë për të pushuar.